20 persona janë ngujuar në një objekt 4 katësh në Udenish në Pogradec, duke mos lejuar i nuk të shëm ndërtesën. Objekti i njohur si bar restorant Kuksi është në pronësi të Azem Brahjas, i cili ka izoluar derën e lokalit dhe e vijon të qëndrojë i bllokuar së bashku me 20 persona të tjerë. Ai deklaron se do të rezistojë në çdo mënyrë dhe se vlera e pronës së tij shkon më tepër se 500.000 euro, ndërkohë që është vlerësuar vetëm me 100.000 euro. Këta vinë na kërcënojnë hiqni materialet se do ushqemin. Unë nuk dali gjallë nga objekti im. E kam ndërtu me thojt familjes time, jemi 20 rob që jemi mbyll aty, deri në vdekje nuk ka me dalë. Gjithçka është izoluar sepse neve na kanë harë terroristë, nuk ka bazë ligjore. Më vjen një dokument, që mund të lajë dokument që ti do prishesh, që unë të vazhdoj, ai nuk le asnjë dokumenti. Do thotë janë kundra ligjit, janë të pamshirshëm me këtë frymurrejtë që po mbjellin. Unë kurrë nuk kam lëshu punën edhe bukën e fëmijëve të mi që jam 18 rob familje. Neve me çdo mjet oborrin tim dhe themelin tim kam e mbrojtë deri vdekje. Çdo veprim që do bëhen është i paligjshëm dhe do marrin përgjegjësi ligjore ta marrin vesh. Kombëtar dhe ndërkombëtar jemi në rrezik kombëtar me këtë gjë që po bëjnë. Po na grabisin pronat në mënyrë të dhunshme. Na kanë afruar një shpërblim çesharak, gjë cilin unë kam refuzuar. Sa 1/5 apo e 10 objekti. Sa 100 ca mijë euro. Do të thotë kur objekti kushton mbi 500.000 euro që është i gdhënë me guri u shifni vet. Me thojtë e familjes tonë kemi bën tash 23 vjet me vëllezër, me familje, me nipa, këtë jemi fut. Kemi punuar për me kriju një punë që mos më shtoj dorën kuj, si dugjon shtetit, më lajën punën time. Harë s'jam t'i dashur, më lajën punën time të rriti fëmijët. I nuk ka rinisur aksionin këtë të hënë për prishjen e ndërtimeve dhe objekteve të shpronësuar abuzi liçenit të Ohrit në aksin Pogradec-Lin. Puna nisi në Pojsk të komunës Udenish me hapjen e gropave për vendosjen e tritolit, pikërisht në ndërtesën 4 kaçe buz liçenit. Ndërkohë, fadromat kanë bërë prishjen e disa ndërtimeve një kaçe në breg të liçenit. Ky aksion nga i nuk pritet të vijojë mbi 6 ditë.